أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه داووا مرضاكم بصدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në ajetin dhe hadithin e lartë cituar është një temë e cila shpreh, domethënë, solidaritetin dhe mbështetjen shoqërore për të arritur një barazi, domethënë, e cila është mjaft e qëndrueshme në të gjitha fushat, qoftë ato politike, ekonomike dhe financiare në Islam. Domethënë, solidariteti shoqëror ku çdo individ dhe person besimtar ban përpjekje që ta jap maksimumin e kontributit të tij në fusha të ndryshme në drejtim të zhvillimit të barabartë shoqëror. Edhe kjo tema e barazijës, e fushave dhe klaseve, proletariati, këto kanë qenë edhe tema të cilat i trajtojnë sistemet e ndryshme politike, ekonomike dhe sidomos filozofia, që deri me një masë dikun është realizuar, si të them, domethënë me një përqindje mjaft e pajtueshme, dikun ende ka dallime të klaseve. Si të domethënë në Islam, Kurani i Kerimi dhe Suneti dhe praktika e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kanë dhënë kontributin dhe investimin në formën teorike dhe praktike që të realizohet ngadalë, domethënë me një punë kolektive dhe shoqërore, një barazi. Pastaj kjo barazia dhe kjo filozofia si një temë elementare dhe themelore e besimit në dinin e Allahut i ka instrumentat dhe mekanizmat me ndihmën e të cilave mendohet dhe besohet të arrihet solidariteti shoqëror dhe kolektiv. Tash është fjala për të dhënën kontributin, do të thotë në literaturën e Kuranit Kerimit, kontributi e ka emrin, domethënë sadaka. Fjala sadaka do të thotë një kontribut vullnetar dhe një përpjekje personale e cila i drejtohet zhvillimit dhe ngritjes dhe avancimit shoqëror varësisht në të cilat fusha, domethënë, i ka zgjedhën komuniteti ose shteti për t'i zhvilluar. Dhe ky kontribut, domethënë, çdo besimtari ka shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala nesër në ditën e Kiametit, padyshim, dhe padyshim shpërblimi është me xhennet. Çdo njeri besimtar i cili e ka dhënën kontributin dhe ka bën përpjekje që të avancon fusha të ndryshme në shoqëri, Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblen dhe do ta paguan për mundin, investimin dhe kontributin e tij në këtë jetë, kontribute të cilat lën gjurmë. Tash gjithnjëte sadakaja si të them në Islam, por edhe në logjikën e shëndosh, ka sadakaja ose kontributet që janë në afat shkurte, dhe ka kontributet që janë këtë personale dhe individuale, dhe ka kontributet të cilat janë afat gjate, dhe janë shoqërore të cilat historia i dokumenton. E kam fjalën sadaka ose kontribut i cili lën gjurmët edhe mas vdekjes tonë, mas vdekjes së personit dhe individit ose financierit të quaj, vepra mbetet, ne ikim faqebardh për kësaj dunjoje, nesër në botën tjetër për neve flasin veprat të cilat i kemi lënë. Tash ky muhabet, si them, është i mundur për të gjithë, me siguri ndoshta kur je në vendlindje, ndoshta po them është me një mënyrë më i madh kontributi, fakti që ne jemi jashtë vendlindjes tonë, ka filozofia, si them, dhe veçori tjera, mund të jetë edhe këtu pesha e investimit dhe kontributit ton, ndoshta, si them, shumë fish më i madh se sa në vendlindje. Ndoshta fushat e investimit në perëndim janë më të vogla, themi nuk ke shumë zgjedhje ku investon,
Këto janë tema tash që do t'i diskutojmë. Mirë po, çaja fushë e cila është domethënë e pranishme ekzistuese dhe çaj rast që të është dhënën që të merresh pjesë në një kontribut në perëndim dhe të hudhësh themelet e një vepre e cila do të na mbron nesër te Zoti edhe mas vdekjes tonë për faktin se kemi qenë domethënë vigjilent dhe kemi morrën pjesë dhe kemi qenë aktiv, nuk kemi këshirë mbot veç me hongër e me pi, por edhe kemi investuar në ngritjen e vetdijes, barazijes shoqërore, kemi lënë gjurma, objekte lokale, si them biroja, nuk e di, domethënë për të cilat do të jenë në shërbim të komunitetit për breza të cilat do të pasojnë me izën e Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala për investitorët dhe ata të cilët kontribojnë, domethënë në këtë shoqëri, ka thonë mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, shembulli i atyre të cilat kapitalin, mundin e tyre fizik, intelektual dhe material e investojnë në një shoqëri, në një kohë, në një vend, për të mirën dhe dobijen e komunitetit, kohës dhe vendit ku jetojnë. Shembulli i tyre është sikur shembulli i një kokre e grurit e drithrave, të cilën e hudh në tokë dhe mbin një kallinj. Dhe çdo kallinj i ka 100 kokra. Domethënë Zoti flet për shumë fishimin e veprës dhe sevapit të investimit, të mbështetjes dhe të investimit tuaj që e bani për një vepër në këtë dunjë. E kam fjalën nga këtu vjen motivi. Nëse parashtrohet pyetja, pse për shembull me dhon unë një denar, ose pse me nda një kohë, me lon veten pa xhum, me shqetësu, me vrapu, me nga, mu interesuan, me njoftuan, mu takuan, me publikuan në dobi të shoqërisë, kur kam unë kohë me nejt me familjen time, shembull. Allahu ka thonë shembulli i këtyre njerëzve që janë vigjilent dhe besimtar në veprën e mirë dhe shpresojnë se ajo vepër shumë fishohet dhe vjen një moment kur ne do të dalim para Zotit dhe sigurisht çdo besimtar ka nevojë për vepra sa më shumë të mira, prej të përshëndetja, buzëqeshja, shërbimi i një pije, një kafe, një miku, të cilat regjistrohen të gjitha, deri te investimi më kapital dhe vital shoqëror, të cilat ne nesër në ahiret kur dalme para Zotit do shikojmë majtas dhe djathtas a kemi ndonjë vepër e cila na del në ndihmë këtu në këta momente. Për faktin se momenti më i vështirë në dunjë dhe në ahiret është kur dalim para Allahut subhanahu wa taala të na merr Zoti në pyetje edhe ne të raportojmë për detaje në këtë jetë, prej të pasuria nga fitue, ku argjua shëndeti, rinia, pleqëria, të gjitha filozofijat që kanë qenë publike të fshehura, dalin në shesh para Allah subhanahu wa taala. Vetëm veprat e mira mund të na ndihmojnë dhe të na shpëtojnë dhe të na bojnë banor prej banorëve të xhenetit që është synimi final i çdo njeriu në këtë jetë. Për atë ne edhe kur punojmë me bismillah, me halal, në familje, në punë, në shoqëri, ruhemi prej ndalesave, prej haramave, prej padrejtësive, mashtrimeve, malliverzimeve e tjera, duke e pasën këtë dert, këtë gajle, që nesër kur dalmi para Zotit, mundësisht të jemi sa më të pastërt. Gabime, lëshime me dije pa dije mund të eliminohen me ndihmën e veprave të mira. Dhe muslimanët e kanë trashëguar nga pejgamberi i Zotit dhe gjeneratët e vjetra solidaritetin dhe mbështetjen e veprave të mira shoqërore. Çdo iniciativë që është ndërmarrë në atë dhe e në gurbet, muslimanët nuk janë ndahën, nuk janë apostrofuar, kanë marrë pjesë çdo kush me kapacitetet e tij intelektuale, financiare e tjerë. Ama mund nda, nuk ka nda dhe këtë traditë të sadakajës, të ndihmës, të investimit dhe të mbështetjes, duhet ta kultivojmë edhe më tutje, ta lëmë si një traditë profetike në brezat e ri. Alladhina yunfikuna amwalahum bil-layl wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Dhe ata të cilët kontribojnë dhe investojnë natë e ditë në dobi dhe të mirësitë të shoqërisë dhe në përpjekje për të barazuar filozofinë e qëndrueshmërisë financiare e tjera,
të cilët domethënë bëjnë përpjekje natë e ditë dhe kontribuojnë dhe punojnë dhe janë aktiv në organizimin e jetës shoqërore. Këtu pak është ajo vetdia, si të them tash, ne nuk jemi përgjegjës, keni kujdes. Ose ta formuloj më mirë, ne nuk përjashtohemi nga përgjegjësia. Edhe ne jemi përgjegjës si individ, edhe si pasi islame. Mirë, po këto përgjegjësi më shumë shkojnë mbi institucionet të cilët janë bartës të mandateve dhe janë zëdhënës të popullatës për faktin se janë të deleguar me ndihmën e votës së qytetarit. Dhe këto politika dashtën të gjojnë, si të them, prani në plan programet e qeverive dhe partive për zhvillim. Tash ati mos dalmi krejtësisht nga tema shifën e bota, dhe më thonë se sa punon për ngritjen e vetdijes të investimit dhe pjesëmarrjes në të mirat e shoqërisë. Mirë, po ne po flasim nga i këndvështrimi jonë, asa neve në takon si pasi islame dhe si një komunitet në gurbet. Dhe ata të cilët bojnë përpjekje dhe janë aktiv natë e ditë, publikisht dhe fshehurazi për të ndihmuar kauzën e Allahu dhe të pejgamberit, që në kupton për të ndihmuar drejtësinë dhe të drejtën në jetë. Këta janë kategoria të cilët nuk do të kenë as një frikë, as panik, as rrezik, as shqetësim nesër në ditën e ahiretit. Përgjigja është kështu e ajetit: nëse doni të jeni të sigurt, nesër pas vdekjes duhet të jeni kategori e cila interesohet për miqenje shoqërore. Jo vetëm për interesin privat, individual, personal dhe familjar. Domethënë me 4-5 antar, 24 orë përkushton asaj, asnjëherë nuk merr pjesë në shoqëri. Kjo kategori nuk është nga ata të cilët do të jenë të sigurt në ahiret, se duhet me panë, si them, ushtrinë, policinë, sigurinë, barazinë, lirinë, varfërinë, institucionet, drejtësia, gjykata, pavarësia, tema, arsimi, feja, me të gjitha duhet të merret në këtë të fusha dhe shumë të tjera. Besimtarë janë shiftuar të jetë pjesëmarrës aktiv. Kjo është filozofia më e lartë e Kurani Kerimit. Nëse doni siguri dhe garanci në ahiret, janë këta tema të cilët nëse ju interesoheni dhe e zgjatni dorën e ndihmës, do të jeni të sigurt. Nëse keni qenë në kategori e cila është neglizhencë dhe domethënë ja zgjison sendet, a nuk shpreh interes se çka po ndodh në shoqëri, u kall ushqim, unë e këshiri interesin tim personal, mbetës ati ku ke mbetën përballë garave të popujve dhe të shteteve, edhe zhvillimet e fundit në botë, nëse keni mundësi me i përcjellën, e shifni, domethënë, në efektin e ajetit kuranor, se si shtete po ngritën, shtete po rënohen, rezultati vigjilencës dhe pjesëmarrjes aktive në shoqëri, për ta ngritën një shoqëri. Pra ata të cilët japin kontributin e tyre natë e ditë në dobit e shoqërisë nuk do të kenë rrezik nesër në botën e ahiretit. Në këtë formë, me këtë ajet, do të thotë ju sigurinë e bleni. Kuptoni pak logjikën matematikore të Kuranit. Siguria edhe në dunjë blehet. Për shembull, sigur pavarësia që blehet. Blehet e kam fjalën kushton xhak, kushton kokë, kushton jetë, kushton mund, kushton para, kushton mungesë të xhumit, kushton vrapim natë ditë, kushton rreziqe, dëbim, internim, burge, kushton siguri. Sigur që ishte këtë teoria më e re, thotë basia ndërkombëtare ose si të them, njerëzit e interesit, domethënë kapitalistët më të mëdhenj në botë, thotë ja kanë mbjell frikën qytetarit në botë. Sot qytetarët ndjehen të pasigurt. Rreziqe të panumërta, pandemia, izolimi, klima, kjo mungesa e punës, rrogat e vogla, inflacioni i madh, dhe ti ke rrezik. Thot, për ta eliminuar rrezikun tash, vend, domethënë kapitalisti thot, ma jap lirinë, ta jap sigurinë. O më në sigurinë e blen. Harroja Kuranin tash, siguria, që këtë siguri që e ke? Ti e ki ble, kjo të kushton. Qa të kushton? Ma jap lirinë në këbim të sigurisë. Ti dhe të orjen punë. Edhe një 2 orë të shkuet të ardhë, 14, edhe një 3-4 të unalë me ble, ditën e mirë. Ma jap lirinë, ta jap sigurinë. U bitis, në Kuran, apo donë sigurinë në botën tjetër, dhe në këtë, ma jap kontributin, investimin,
angazhimin, organizimin, orkestrimin, ta jap sigurinë. Po s'ke dash me ndëgjuar, nuk ke vetë dije. Ku ta di unë, tash okej, s'ke motiv, s'ke besim, s'ke moral. Mbetesh aty, ama nuk ka siguri. Nesër kur takohemi, siguri nuk ka. Apo don siguri? Duhet me investuon. Siguria don investim. Ati e kam fjallën. Tash ne kur jemi në perëndim, ne nuk kemi institucion tjetër e cila neve na organizon, na takon, kujdeset për neve, na trajton. Përveç Basisë Islame, përveç xhamisë, e cila domethënë kohëve të fundit, kjo pjesa këtu që po e shihni për faktin se shumica e juve ndoshta edhe nuk janë të njoftuar, për faktin se e dini ne të premton jemi të gjithë në punë gati. Kjo ndërtesa këtu që po e shihni, kjo a blehen krejt. Domethënë vitin e kaluar, para kaluar, i po të mi morën 4 banesa, ishin ditë të fundit të Haxhi Hajrës, i cili i dha për një çmim simbolik, do të thotë për xhamien, për faktin se është edhe investitor dhe themelues i kësaj xhamie, edhe shprehu dëshirë të tërhiqet, i kemi morë edhe ata 2 banesa aty, tani për tani këtë kjo që e shihni, është, domethënë, vakëf i komunitetit, i islamit, i dinit e Zotit, i kombit këtu. Dhe aktualisht këtu janë të hecën disa punime. Ato 6 ndërtesa, ose si dhe banesa, janë duke u renovuar. Edhe nuk do logjik që ata, domethënë, kanë kostën e vetë. Ati ka firma, ati ka ndërmarrje, ati ka punë, domethënë, të panumërta, të cilët duhet i përfundojmë se çdo vonesë na kushton 4.000 deri në 5.000 euro minus për faktin se ne duhet së shpejti t'i përgatisim dhe t'i japim më tutje me qira, me qëllim që të përfiton komuniteti dhe Basia Islame këtu. Edhe tash këtë kjo biseda që investimi, përpjekja, kontributi i jot që duhet të bëhet domethënë në mënyrë urgjente. Ajo që duhet ta nënvizojmë në këtë takim këtu, ase kjo Basi Islame, konkret në Bremen, tash unë jam në Bremen edhe për Bremen flas. Unë i njoh komunitetet dhe xhamiet dhe Basit Islame gati në mbar botën të quaj, edhe ekskluziv në perëndim. Në shumicën e tyre kam qenë i pranishëm. Dhe ju keni ndëgjuar biseda dhe publikime gjithandej. Dallimi është se ne nuk kemi vrapuar në për shoqatat e arabëve, as në shoqata në Gjermani, as në shoqatat e turqit, as në shoqatat e shqiptarët në komunitete jashtë vendingjes. Këtë ki kontribut është merite juaja, ekskluzive klasës punëtore me halal. Shtrongor ripin për velkrahët edhe kombët, kjo i ka sot vlerë mbi 1 milion e gjys. Ashtë kontributi qytetarit ton, i xhamatit ton, i antarit ton. Ne nuk kemi dalën me vrapu, edhe ju duhet ta kuptoni se unë si hoxh jam mbështetës i kësaj frime dhe rrime edhe në dhe kur kam qenë. Edhe jam, ata e din shumë mirë, unë jam kundra çdo investimi të huaj. Për faktin se pas investimit vinë edhe kushzimet, ma jap lirien, ta jap xhamien. Nuk e du. Këtë filozofi ju duhet ta kuptoni dhe ta çmoni. Normal që kushton, edhe vanon, ama je faqebardh, je domethënë i hapur, nuk të kushton kurkush. Edhe ne, xhamia Basia Islame këtu në Bremen, ka raporte, e dini se operimi, ekzistimi dhe aktiviteti një Basie Islame në perëndim, në këto periudha të trazira politike dhe këto elektrizime të Izraelit dhe Palestinës atje, reflektohen në mënyrë shumë brutale në Gjermani. Mos e merrni hajgare, vetëm u fal, nuk kanë këtu ka filozofia të rënda. Kohëve të fundit kemi raporte dhe bëj apel të jeni të kujdesshëm, shumë djemë dhe vajza që kanë lindën në perëndim. Ja u ka prishën shteti letrat me automatizëm i ka përcjell për në shtëpi, për faktin se online, offline kanë morë pjesë dikun ku është ndaluar me morën pjesë sipas vendimit politik të Gjermanisë. Hapnisit, runë e rinien. Ne kemi raport të mirë me shtetin në fushën e politikës, kemi raport të mirë me shtetin në fushën e sigurisë, dhe ne kemi raport, domethënë, të afërt dhe të shkëlqyer me institucione shtetërore të vendit, dhe kemi merita për faktin se shumë Basi Islame tjera ashtu e kanë hallin, unë e kuptoj. Domethënë, atje ka xhami në perëndim, vendinja i digjet, duhet të merr pjesë, ka patjetër moral, këton e ka shtetin përballë, është e vështirë me menaxhuan. Këtu duhet të falenderoni një kryesi e cila ka përvojë dhe eksperiencë se si qeveriset, si organizohet,
të jetë i pajtuar edhe Allahu, edhe pejgamberi edhe shoqëria, të ketë shërbimin, të ketë xhaminë, të ketë hoxhën, të ketë krijesien dhe të mos prekësh në linjat e kuqe të një shteti i cili ka pikpamjet e vete dhe i ka arsijet për t'i pasur ata pikpamje. Kjo xhami është kontribut i qytetarëve tonë. Dhe elhamdulillah, kjo kur a filluan pak më herët me Xhidautin aty poshtë, para 50 viteve kjo a filluan me 10 vet. Kush e ka menduar se do të vjen dita, do të rritet me 1 milion e xhiz vlerë, edhe do të ketë as xhamate dhe qytetarë që nuk i nxenë edhe xhamia që ne kemi filluar të diskutojmë dhe i kemi paraqitur në dokumentacione dhe kërkesën në zirët e institucioneve këtu për zgjerimin e xhamisë, për faktin se çdo të premte dhe bajrame dhe Ramazane dhe ditave festive nuk kemi vend të mjaftueshëm për qytetarët, numri të cilëve po shtohet, për faktin se është gjenerata e ditë dhe e tretë e cila vazhdimisht është në rritje. Ki kontribut, kjo merit, kjo arritje është e jona pastërt. Këtu nuk ka as shteti dorë, as Arabia, as Ballkani, nuk i kemi trokit derën as kujt. Edhe thash, jam i thtarë i asaj dhe besoj në kontributin e popullit. Unë jam, domethënë, besimtar i fuqijës të qytetarit. Kur kanë arritën bota me bon revolucione, pa e zgjat dorën dhe pa e trokit derën dikujt, pse ne nuk arrim të bëjmë diçka të tillë. Edhe thash, unë jam i thtarë i asaj. Ju çka mendoni unë si hoxh? A nuk kam kapacitete si hoxhallarët e tjerë, të cilët trokasin derët e milionerëve arab? A shumë e thjeshtë ajo, kur gjon s'ka filozofi. E merr aeroplanin, shkon në Arabi, i gjon lidhet edhe merr fare. I merr 1 milion, jap 100.000 shoqërisë, i merr 100.000 vetë për vetin, xhep edhe ditën e mirë. A kam kapacitet unë? A kam unë kontakte në botën islame? Po s'kam mujë mi pas, nuk është problem. Nuk e pëlqej. Mira më kjo, thash kushton pastaj. Kur të kontributin dhe zhvillimin të varës në shpatullat e tua, që kjo xhami, që këtë hapësirë këtu që e ke, është kontribut i babës tanë, i vllaut tanë, kontribut i joti, që është hekën nga shpatullat e qytetarit. Këtu, nga pak këtu e rujtën, tu e kërcien, ama sot e gëzon. Dhe sot është një moment tjetër i cili don edhe një herë, domethënë mbështetje dhe investim, që sikur që thash, ne hikim, do të mbeten këto gjurma në këtë vend dhe çdo qytetar në të ardhmen dhe deri kur këtë bon Zoti emër që kjo basi islame të ekziston, çdo njeri që hi e del dhe e shfrytëzon këtë xhami për Bajram, e Ramazan, e Mevlud, e qelime, e hatme, e ligjërata, e derse, e mevlude, edhe adhurime, neve me izin e Allahut sevapi nuk na ndërpritet asnjëherë. Sa të xhamia ne atje kontoja në kucat. Dhe nëse kur dalmi para Allah subhanahu wa taala, një ndër veprat ku ne mund ta mbështesim, domethënë, shpresën tonë, është ja Rabbel Alamin. Basien Islame dhe xhamiën që e kemi themeluar, edhe e kemi zhvilluar dhe e kemi trashëguar të tjerëve në Bremen. Sevapat e saj ja ku janë. Ja ku është edhe xhenetat e Allahut subhanahu wa taala për llojin dhe kategorien e njerëzve të cilët e mbështesin kauzën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto forma të sadakajës që po them, ju e dini se sadakaja në Islam, Allahu subhanahu wa taala ja kanë veshën disa veçori, begati dhe mirësi që rrallë ibadet i ka ata, vetëm me qëllim që ta ngrit vetë dijen të qytetari dhe rolin e rëndësien e kontributit kolektiv dhe shoqëror. Belajet ja urun sadakaja. Ju e dini se kohën e fundit njerëzit mungesa këtij në filozofia kanë vendosur kamerën për objekte lokale, shtëpia, ndej okej. Ajo që ju urun është sadakaja, jo kamera, keni kujdes. Kur kush s'ka thonë për kamerën se të run. S'ka asnjë tekst. Sadakaja ju urun prej belajave të dunjojës dhe ahiretit. Sadakaja ua kultivon bereqetin dhe begatit në familje. Sadakaja u sjell shëndet. Sadakaja u sjell integritet, humanitet. Sadakaja ju shkarkon nga stresi, galja dhe belajet. Sadakaja u siguron nga fatkeqësitë në dunjë. Kur them sadakaja, në prapavia është Allahu subhanahu wa taala, i cili e çmon kontributin, vigjilencën dhe pjesëmarrjen tënde e cila buron nga besimi, dashuria dhe vetdia e lartë. Njeriu që jep sadaka është në mbrojtje
të drejt për drejt prej Allahut subhanahu wa taala. Ti mundesh me i vendosë 1 milion kamera, nuk të krin punë. Vetëm sadakaja është ajo të cilës Allah ja ka veshën këtë veçori që ju mbron prej belajave. Sadakaja ju shëron nga sëmundjet. Është ajo hadithi i pejgamberit alayhis salam. Dawu mardakumi sadaka, shëroni të sëmuarit tuaj me sadaka. Nëse keni, domethënë një njeri i cili vuan nga shëndeti në familje e ngushtë, e familjen e gjerë, është mirë ta provoni të ndihmoni skamnorët, të investoni në mirëqenjen sociale, kolektive, shoqërore, që po them xhamia, shtëpia, nuk e di unë, është mirë të japni sadaka dhe të merrni pjesë në vepra kolektive me niyet të shërimit të atij të sëmuri. Sa historia në shoqërinë islame janë njerëz të cilët janë shëruar me sadaka deri në nivelin e mucizës, deri në nivelin e mrekullive, që për shembull shkenca, mjekësia ka parapanë që kjo nuk ka shërim. Janë shëruar, janë të dokumentuara, jo vetëm të muslimanët, edhe të krishterët dhe të tjerët. Sa ngjarje dhe historia ka njerëz janë shëruar me lutje drejt Allahut subhanahu wa taala. Sadakaja e ka këtë veçori, ju mbron nga sëmundjet. Nëse jeni të sëmur, ju shëron dhe ju mbron nga çdo sprovë ndonjë në ahiret. Sadakaja e shuk hidhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse mos tha Zoti, në familje një veprim e keni bën gabim, nuk ka qenë Zoti i pajtuar me te, nuk ka qenë në shoqëria e pajtuar me te, e keni bën në flagrancë, në rini, në shpejtësi, nuk e keni ditë, keni harruan, nuk e keni mendu mirë, ka ndodhur një gabim. Dhe Zoti është hidhëruar për atë vepër tuaj të shëmtuar. Sadakaja e shuk dhe e shëron hidhërimin e Allahut dhe mallkimin mbi familjen tënde nëse keni bën një gabim fatal, flagrant, që nuk e din njeriu. Sadakaja e tërheq sigurinë dhe dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe sadakaja e pastron shpirtin. A di njeriu kur e bën një vepër të mirë, pa marrë parasysh e keni ndëgjuar, e keni ndje, çish ndjehet mirë. Një punë të vogël me bë. Sot i si them para një ditëve isha në semafor të nejt, aty e kuqe ishte, u e kisha harruar në kapakun e derivateve të hapur. Një grua mas në pasqyrë shikoja, doli, unë thatër për punë të vetë në makinën e vetë, që doli më mbilli kapakun e derës time aty. Përshëndeta dhe isha të menduan gatishmëria e lartë për të qenë solidar. Këtu e kam fjallën. A sa ndjehesh mirë me e bo një punë të mirë, dikujt. Një fjallë me ja thonë të mirë. Apo një informacion me ja shërbi. Një adres me ja dhonë. Nuk e di. Më një rand të kaplon një disponim. Ashtë një motiv shumë i lartë. Ashtë një adrenalin. Ashtë një knatësi që nuk përshkruhet. Që kjo është e bereqeti dhe mirësia që Zoti e shlon mbi njeriun solidar, mbi njeriun që ndihmon. Mos tha Zoti me bon një të keqe, jo me qëllim, se ne nuk bojmë harame me qëllim, ata harrone. E pa një gabim, mas e vërenë se ka gabim, ati sudesh kështu. Unë për vete po flasë, unë ja ditra muj, ndjehem keq, besonin Zot, me ndodh dhe një gabim. Gjatë kohë më duhet së ne heki nga mendja, nuk e harroj, më shqetson, më harxon energjien krejt, më lodh. Pse e bona be? Si e bona? Çka kjo punë kështu? Në këtë mosh, me gjithë këtë përvoj, me gjithë këtë njohuri, çka kjo papjekuri, ki gabim? Më lodh, krejt më lodh. Me e boni sevap, knoqesh krejt. Po me e boni sevap në xhami, e në shoqëri, e në institucione të larta, po ta marrmenja që disponimi duhet të jetë ndryshe edhe ti, dallon nga të tjera që po flas. Allah e ka lavdruar në kategorinë që merr pjesë, a që s'merr pjesë ta marrmenja, nuk ka kategoria jote. Ju e dini në shoqëri ka edhe në mal ka edhe druthat. Gjithë ditën foli ajete, gjithë ditën foli hadithe, gjithë ditën foli citate, dobit mirësitë e asaj nuk aktivizohet. Allah e udhëzoft, Allah inshallah integron që ta kupton një ditë se sa kënaqësi është me morrën pjesë. Ta falenderojsh Allahun një herë që ta ka mundësua.
Ati ka të punë kënër, i ke merak, ta në jetën, ama s'ta mundëson Zoti, e vëren që je i izolum, së në marrë pjesë. X raste. Në këtë rast, për shembull, ku kërkohet ndihmë financiare, tash i ke mundësit, pa e di çfarë kënaqësie, çfarë luksi është, dikush me t'u drejtua Allahu, me të kërkuar ndihmë për xhamin. Edhe ti ke mundësit me zgat dorën ka dale, përveç asaj mirësie, në herë fillimisht falenderoj Allahun që ta ka mundësuar me morën pjesë, se mund të mos kishe edhe mundësi. Ati mos qapojmë se i hoxha kishe shku me një fshat malor atje, njerëzit këtë social, po folke për zeqatin, duhet me dhënë zeqat. A ato njerëzit për fitra. Dush me dit, ku i është kejtu folën. Këtu, elhamdulillah, çdo njëri më thonë mund me zgat dorën me knatësi, me komoditet, me falemderu Allahun që ta ka mundësuar dhe më thonë me morën pjesë. Sadakaja sigurisht dallon. Dhe më thonë sadakaja që është e rrjedhshme dhe e vazhdueshme dhe e përjetshme, sigur rastin e xhamia, është më e mirë se një sadaka e afatizume, e hap edhe mbaron. Një. E dita sadakaja është më e mirë varësisht për objekteve. Sa është nevoja, është më tepër, dhe më thonë sadakaja është më e dobishme. Sadakaja është e mirë netëve të mëdhoja, ditëve të mëdhoja, Ramazan dhe ditët e haxhit, ditën e xumo, ku e di unë, ka disa ditë ku janë dhe më thonë më të lavdruara. Në këtë rastin ton, edhe është e xumo, është shumë sevap, dhe më thonë të xumon me edhon sadakajan, dhe është nevoja dhe kërkesa për një objekt shoqëror, për një objekt të Zotit dhe të popullit. Edhe është një objekt i cili ne besojmë që vazhdon të mbetet derisa të lind dielli prej ka lind. Kur të perëndohet pika lind, edhe me qenë s'ka efektet e mos vjen mu fal kërkush. Atë ditë kur dalet dielli pika lind, pika perëndon. Xhamiat nuk duhen mo. Shprast janë. Skrim punë mo. Faktikisht. Po mënoj për kategorinë e di që s'kanë qenë të asaj, kam fjallë. A di se mbilot dera e Taubës, sipas haditheve të pejgamberit alayhis salam. Pra dhe po themi, këto mbetën, ne ikim se vapët në ndjekin. Edhe ati mesazhin e kam unë këtu sot, ama ju do më thonë, për kësaj kuptone, që siguria në botën tjetër, në varet nga pjesëmarrja juaj aktive në sadaka, dhe mos e ndalni dorën, se ndoshta ne nuk kemi mundësi me bon adhurime, falënderime tjera, ama të ndihmoni të varfërin, nevojtarin, fukarajën, të sëmurin, ku e di unë invalidin, atë këtë pandërpre, edhe ne dini si popull tash historinë e asaj, se ne kemi ndihmuar pavarësinë e Kosovës, e Maqedoninë, luftën e Shqipërinë, e Bosnën, e ushtrinë, e politikat, e qeverijat, e shoqata, organizata, të sëmure atë e këndej, neve s'na kanë ndihmuar askush. Tash e di, a fol ato vite për shembull këto ka pasën klube, lëvizjet partive politike për me arë me mbledh haraqin, okej, ka kënë nevoja e lartë, qytetarët kanë treguar solidaritet dhe dashuri, ku e di unë mallëngjim për atë dhe tani çka duni bani? Këto është pavarësia, ne kemi shtetin ton, ju atje ditën e mirë. Domethënë ne çdo kontribut dhe arritje vetëm me njerëz pa ndihmën e askujt që thash, edhe pse un jam i ftari asaj se vepra është e mirë kur është rezultat i yti. A mund t'i bi parat për Arabie, edhe ata na dalë të krenohem se ka marru xhami, e ka dhe një filozofi me siguri, nuk është dësha shumë keq, ama nuk ka ajo që unë po them. Prandaj, do të thonë, vendimi i kryesisë ka qenë në xhamatit, që sot ne, do të thonë, të bëjmë një sadaka për xhamin, unë e lajmërova edhe javën tjetër, duke ditë se kjo xhamo është ditë pushimi. Mirë po, kështu është muhabeti, do të thonë, kjo xhami kërkon shumë më shumë se ajo që ne do të mbledhim këtu. Një. E dita, ata të cilët e kanë ndërmend me dhënë një sumë më të lartë, se ka njëri që i jap 1.000 euro, 500, 5.000, nuk e di. Ata që kanë ndërmend me dhënë më shumë, është mirë në zire. Do të thonë aty të drejtohen edhe i japin edhe letër, do të thonë e cila dëshmon vërtetim që ke kontribuon, ndërsa dikush kush i ka, do të thonë dëni iri, dënia kujt në papune, i ka punë ngushtë, do me marr pjesë, merr pjesë, do të thonë me një shumë pak më të vogël, është mirë, do të thonë këtu me ndihmuan, Allah ju shpërbleft, Allahu harujt familjet, Allahu harujt shëndetin. Edhe inshallah Allahu nuk na sprovon me sigurinë se është mjaft e brisht në botë aktualisht. Inshallah Zoti na ruan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.